15 tetori, një ditë e shënuar për Vlorën, e cila do të mbetet përjetësisht në historinë e qytetit, si dita e cila solli çlirimin e Vlorës nga pushuesit nazist, por edhe bashkëpunëtorët e tyre, por edhe një ditë për kujtimi për sakrificën e të gjithë të rëndëve, të cilët dhanë jetën për liri, për të nderuar sakrificën e dëshmorëve dhe për të përkujtuar festuar 15 tetorin, është organizuar një koncert festiv në sallën e teatrit Petro Marko. Koncert festiv ky i organizuar me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit, të titulluar Vlora në frymën e lirisë. Një luftë e cila i mori popullit të Vlorës bijat e biç më të mirë, për t'i ngritur përjetësisht në pjedestalin më të lartë të latës, për të shërbyer si shembull për brezandarshëm dhe për t'na kujtuar në ditën e sotme se sa me vlerë është paqja. Në nderim të kësaj date të shënuar, Teatri Petro Marko, Qendra Kulturore Vlorë, Qendra Kulturore Fëmijëve dhe grupi polifonik Krojet e Velçës, me mbështetjen e Bashkisë së Vlorës, organizojnë këtë program artistik të titulluar Vlora në frymën e lirisë. E fillojnë programin me grupin e solistëve të Teatrit Petro Marko. Në koncertin festiv nuk kanë munguar performancat e artistëve të rinj të qendrës kulturore, si dhe fëmijëve të talentuar të realizuara me mjeshtëri nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në Vlorë, të cilat janë vlerësuar me duartrokitje nga publiku në sallë. Zemrat e publikut janë ngritur në peshë nga performanca e grupit të solistëve të Teatrit Petro Marko, Ludmila Baballëku, Viktor Tairaj, Rovena Ibrahimi, të cilët me mjeshtëri performuan këngën Ti Shqipëri më jep nder. O ju malet e Shqipërisë dhe lulisat e gjatë, ushat e gjëra me lule që kanë dërmën ditë e natë, ju pregore bukurosh e ju lumej, do të këndoj për dashuri që ju bani, edhe ushqeni. Eventit nuk mund t'i mungonin as performancat në vargje, të recituara dhe performuara me kualitet nga trupa e Teatrit të Vlorës, performanca këto me përfshirjen edhe të të rinjve, të cilët dukeshin sikur kishin vite eksperiencë mbi supe, duke performuar përballë publikut që të imbushi sallën. Po, që më gritë dhe meti, se që tu si val deti, po si det që vjen me val, po vjen rënë e me gadarë. Qudit, se ka që me josh qytet të Vlorës. Në dhe një lapë në bret s'ka fjetë, në fëmijërisë jam shërë në zvatorësh, e me kapetanët në rini, s'jam dhero. Bjeri, si plasme për ditën e lirisë. Tu ka ecur Ismail Gjemali. Siç e do zakoni, pjesë e aktivitetit edhe Polifonia Labe, ku në këtë aktivitet nuk mund të mungonte edhe grupi Lab, Krojet e Velçës, i cili si gjithmonë në të tilla evente të lë pa fjalë, me performancat mbreslënëse të Polifonis Labe. Festa
Vlora në frymën e lirisë është një aktivitet i organizuar nga Teatri Petro Marko, Qendra Kulturore Vlorë, Qendra Kulturore e Fëmijëve me mbështetjen e Bashkisë së Qytetit.